Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejt e re. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pjetrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut, që aso kohë ishin nën sundimin osman. Kështu që ma ha mendja që për abatin vizionar, Turqia e sotme do të ishte po kështu një partner i domosdoshëm në një bashkim paqeje të përhershme. Por sigurisht, projekti dështoi, u vra nga interesa pa pesh e kapriço të vogla, siç do ta thoshte Volteri, e u gëlltit nga frika që ka mbajtur për kaq kohë peng Europën. Edhe sot, miti i Europës vazhdon të jetë i pranishëm dhe i ngjan Europës së mbledhur këtu sot në mënyrë të frikshme ka qenë goditse. Ëndra e paqes përhershme është zëvendësuar nga makthi i luftës përhershëm. Në vend të këmbanave të paqes dëgjojmë taullet e luftës. E ka një ndjesi të prekshme sikur mungon fryma, ndërkohë që përballemi me forcat që kërcënojnë vetë themelet e Europës, agresioni i jashtëm, fragmentimi i brendshëm. Fantazmat e miteve imperiale, zhvendosja e aleancave gjeopolitike, paqëndrueshmëria e tregtisë globale dhe vështirësia e thellë, shumë e thellë e kaq shumë njerëzve që të besojmë te një Europë e re për kohë të reja. Por besoj se nuk ka moment më të mirë se sa ky për të na kujtuar se ndërkohë që me të drejtë kemi menduar për Europën e qëndresës, të mbrojtjes e të kapaciteteve të reja ushtarake, nuk duhet të harrojmë Europën tjetër, Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore, e të përpjekjes për një paqe të përhershme jo vetëm mes vetes, por edhe me armiqtë tanë. Kjo Europë që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashk, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme. Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë, në të kundërt ashtu siç na kujton Immanuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që t'u thurim lavdi armëve, këtu në Ballkan. I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta japse shpresa në atë Europën tjetër është më e madhe këtu. Eurooptimisti më i madh mes të gjithëve ne të mbledhur këtu, në këtë shtëpi nuk jeton në Paris a Berlin, po në Tiranë e Podgoricë, ku besimi në idealin europian i ka rënë të thellë. I kemi mbijetuar kolapsit ekonomik, i kemi mbijetuar migracionit, shpendosjes, i kemi mbijetuar lajmeve të rreme edhe përpara se sa të krijohej ky term, dhe kemi mësuar se bashkëpunimi nuk ka humbës.